Komuna e Gjorçe Petrovit nuk e ndjen veten kompetente për ndërtimin e urës që lidh fshatin Llok me pjesën tjetër të qytetit. Kryetari i komunës së Gjorçe Petrovit, Aleksandar Stojkovski, në një prononcim për televizionin Shenja, tha se kompetent për ndërtimin e objekteve mbi shtratin e Lumit Vardar, që në këtë rast është ura e fshatit Llok, është qyteti i Shkupit. Stojkovski tha se objekte të tipit të tillë nuk mund të ndërtojnë as komuna e Sarajit, as ajo e Gjorçe Petrovit. Most ne znam da li ima legalna forma со документи како е сето тоа покриено, е во надлежност на градот Скопје. Значи реките во градот Скопје и речните корита, нивното уредување и стопанисување, или како да кажам изградба на објекти во самите корита, односно мостови, се во надлежност на градот Скопје. Me që komuna Saraj dhe Gjorçe Petrov nuk janë kompetent për ndërtimin e urës së famshme, e pyetëm qytetin e Shkupit. Nga atje thonë se kanë njohuri për këtë pikë dhe për të ardhmen premtojnë ndarje të mjeteve buxhetore. Qyteti mbetet i përkushtuar ndaj zhvillimit të balancuar rajonale dhe përmirësimit të kushteve për të gjithë banorët e Shkupit. Dëshirojmë të ju njoftojmë dhe t'ju informojmë se kemi njohuri për projektin që ju po flisni dhe do të merrem parasysh në të ardhmen, kur edhe të kesh përndarje të mjeteve buxhetore. Një javë më parë kreu i Sarajit premtoi se brenda këtij viti do të përfundoj projektimi i urës që lidh Llokën me Gjorçe Petrovin, ndërkaq kërkesat e qytetarëve shkojnë për të ndërtimit të urës. Përveç ndërtimit të saj, ata kërkojnë edhe ndërtimin dhe asfaltimin e rrugës përtej urës nga ana e Gjorçe Petrovit.